Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Me gjithë zemër, ju uroj që dita për ju të jetë e mbarë dhe shumë e bukur. Është në nderin e kësaj studio që të ftoj njerëz të spikatur, njerëz me kontributa në fushat përkatëse. Por kur bëhet fjalë për njerëz të shkencës, respekti. Çdo gjë shumë fishohet, sepse kontributi i tyre është mjaft i dallueshëm dhe rrezaton në një komunitet të gjerë shkencor. I ftuari im sot është një shkencëtar me kontributa në ekspertizën e neuromodulimit dhe neurostimulimit. Me kërkime të shumta në fushën e neuroshkencës, me artikuj studimor të vlerësuar në revistat prestigjioze, ai ka një ecuri të vazhdueshme në rrugën e tij. Në formimin e tij të hershëm, por edhe në ecurinë e këtij formimi, gjejmë vlerësime të shumta në çdo fazë, në bachelor dhe master në Itali dhe doktoratur në Belgjik, por dhe në postdoktoratur në një nga universitetet e njohura të New Yorkut, ku më pas i propozohet një kontratë si lektor pranë këtij universiteti. Me mua sot në studio është doktor Orion Roi. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit juve për ftesën. Është shumë kënaqësi që pranuat ftesën time, madje më ka bërë përshtypje shumë modestia juaj, edhe gatishmëria për të ardhur në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit juve për ftesën. Është një nder për mua ndallë para të jem këtu. Ndoshta unë thash edhe në kryet herës, ky mikrofon, por jo vetëm, ka detyrimin që të njoh njerëz të tillë siç jeni ju me kontribute të veçanta shkencore. Është ndoshta një mungesë të cilën me këtë emision në një farë mënyrë dëshiroj ta plotësoj, por e di që është e pamjaftueshme. Dua t'ju uroj në kryet herës për çmimin që keni marrë në konkursin çmimi i inovacionit në industri, Flutura 2022. Një projekt që nxit iniciativat e shkencëtarëve të ri në Ballkanin Perëndimor. Besoj se ishte një vlerësim dhe diçka që erdhi bukur tek ju dhe pjesëmarrësit e tjerë. Po, faleminderit ndaj parë për urimet. Ishte një çmim që normalisht nxit përmes më përpara një vlerësim, sepse vlerësimi që bëm nga një juri e jashtme, nga Bashkimi Evropian, fondet janë është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian për Ballkanin Perëndimor në mënyrë të tillë që të nxisin kërkime shkencore dhe të rit shqiptar dhe të Ballkanit Perëndimor të qëndrojnë në trevat e tyre. Nga që sot kësaj dite tanë kanë dëshirën me ikë në Europë ose në vendet më të zhvilluara, ky lloj çmimit ishte bërë me qëllim që të nxisin sa më shumë rini dhe shkencëtar e ndryshëm në fushat të ndryshme, të kategorive të ndryshme, të qëndrojnë në trevat e tyre. Normalisht një vlerësim sepse ishin 154 aplikime dhe të fitosh një çmim për kategorinë Industry Innovation, pra në inovacionin në industri, ishte diçka shumë e veçantë dhe normalisht marslanca dhe për mu vetë. Në fakt, si që do të shohim, sepse besoj se do gërmoj paksa në ecurinë tuaj, ju jeni një shembull tipik i gjithë këtyre cilësive që përmbledh një vlerësim i tillë. Besoj se edhe keni marrë diçka, një stimul mjaft të mirë përveç se shkencor, edhe një vlerësim nga ana shpirtërore, morale, që ka bërë që ndoshta të ndjeni i vlerësuar, apo? Normal. Kjo të jep siguri, të jep një nxitje përmes më përpara dhe megjithatë është një vlerësim i punëve, 20 viteve punë që janë bërë deri më sot, sepse ne shohim vetëm atë
pjesën e fundit, për duhet fillojmë mos harrojmë nga ku kena fillu. Unë sot jam hala bile mirënjohës i profesoreshave dhe profesorëve që kam pas gjatë studimeve të mia, sepse mos kishin kanë ata, unë nuk do të kisha kanë sot këtu. Pra 20 vite punë, 20 vite sakrifica, por dhe kënaqësi, sepse shkenca është vetë ka kënaqësinë e vet. E vërtet. Në fakt, projekti që ju keni paraqitur titullohet Green Neuro Rehabilitation. Si u frymëzuat dhe çfarë është ky projekt? Ideja është një bashkëpim, një bashkëpunim midis natyrës, pra që ne duhet të respektojmë natyrën, aq më tepër në këto ditë kur sot planeti jonë po ulërin, më ndihmoni, dhe mjekësisë, në kuptimin e mirë, sepse ashtu si që e përmendë pak më përpara, specializimi im është neurorehabilitimi i smundjeve të sistemit nervor. Pra, në mënyrë të atij që ne të marrim bimë mjekësore me teknikat më të fundit jo invazive, që përdoren për sistemin nervor, të kombinojmë bashkë në mënyrë që të ulim efektet dytësore që ilaçet, ato që ne i blejmë në farmaci, pa ofendu askënd në këtë rast, krijojnë efekte dytësore në trupin tonë. Pra, nëse ne shërojmë, ma marrim një rast, një grip, duke marrë një aspirin të thjesht, kemi problemet e efekteve dytësore që ai hapi apo aspirini përdorin. Në këtë mënyrë ishte ideja që të kombinojmë bimë mjekësore me këto lloj teknikash për pacientat të ndryshëm të sistemit që kanë smundje të sistemit nervor. Duke filluar nga smundjet e Alzheimer, Parkinson, autizëm, janë disa lloje smundjesh të ndryshme, të cilat ilaçet barnat për këto pacienta janë shumë të forta. Dhe fatkeqësisht edhe efektet anësore janë më të rënda. Kjo ishte ideja në respekt të natyrës. Të punosh në këtë fushë është vërtet një fillim shumë i madh, por edhe një i vijeve tuaja, i kërkimeve shkencore, por nga ana tjetër edhe një si thuash ulumtim shumë i madh i punës suaj. Sa ju duket e zbatueshme ose projekti juaj, sa i rëndësishëm është që të futet me njëherë në praktik, në përdorimin e gjanë, kur bëhet fjalë natyrisht për të tilla probleme shëndetësore dhe sëmundje, të cilat janë të veçanta, sëmundjet e sistemit nervor kanë specifika të caktuara. Faleminderit për pyetjen. Kjo është thelbi fatikisht i kësaj i këtij çmimi, kësaj i këtyre kërkimeve shkencore. Rëndësia është tepër e madhe. Këtu duhet me ka një person larg pamës, që duhet të ishte shteti fatikisht shqiptar që duhet të financonte, sepse fatmirësisht Shqipëria ka një klimë që rreth shtete e kanë. Ne kemi këtu shumë bimë mjekësore. Dhe nëse ne do të arrijmë të kombinojmë këtë projekt, normalisht në institucione, në universitete, sepse duhen fonde të mëdha që me bashku bashkë 2-3 laboratore të ndryshme, që do të hinë nga farmakotoksikologjia, nga gjenetika deri tek neuroshkencat. Pra janë 3 laboratore minimumi që do të punojnë shkencëtar të ndryshëm për të mirat, benefitet nga ky projekt, nga kjo ide, për mendimin tim modest, janë tepër të mëdha. Jo vetëm që hapen vende punët, por për pacientat sidomos ka një benefit tepër të madh. Organizimi i këtyre konkurseve natyrisht ka një rëndësi të veçantë sepse evidenton njerëzit e spikatur në fushat përkatëse, por sa rëndësishëm është që organizatorët përsëri ta hedhin hapin e radhës në interesimin për vënien në jetë të këtyre ideve më të spikatura që fitojnë, që duken se duhet të jenë të aplikueshme. Ka një interesim sepse ju thoni që duhet të ketë fonde, duhet të ketë interesim. Si shihni ju këta? Qëllimi i këtyre konkurseve është pikërisht kjo, që të vehen në dukje ide të reja që janë të aplikueshme, për që mund të vehen në zbatim sa më parë. Kam pas kontakte
kohët e fundit nga 2-3 universitete të cilat janë të interesuar, shpresojmë që këto të bëjmë. Për sa i përket organizatorëve, qëllimi i tyre ishte pra të nxjerrin në pa idetë. Pastaj i ngel në dorë të njerëzve të cilët kanë fonde të ndryshme, pra donatorëve që quhen ndryshe, ose universiteteve që kanë fonde të mëdha, ose bashkimet evropiane që të financojnë këtë idenë. Hapi i parë ishte që ta japim këtë ide. E shihni optimist rrugën e realizimit. Unë duhet ta shoh optimist gjithmonë, përndryshe po s'besova s'mund ta filloj normalisht. Kam filluar me një herë kontaktet me njerëz, jam mundu me pas kontakte me disa universitete të ndryshme për këtë lloj ideje. Mbana një bisedë me një person të cilit janë të interesuar dhe janë shumë gatshëm për me bashkëpunu. Shpresojmë që këto fonde, sepse duhen fonde shumë të mëdha. Të bëhet fjalë për shifra me shumë zero. Të vjen zbatim. Ndërkohë që rruga e kërkimit shkencor, besoj se është një fushë sa e bukur për ju, në fushën e neuroshkencës, aq edhe sfiduese. Shumë sfiduese. Unë marr atë shembullin, edhe pse ne sot mendojmë se dim shumë për neuroshkencat, unë marr atë shembullin e asaj shpellës. Ne him në një shpellë dhe nga dielli shohim hymjen. Pak metra thellësi, sepse kemi aftësi nga drita, por pastaj ato kanalet, ato rrugicat e ngushta, një hala si kena kuptu. Jena vetëm në fillimet e neuroshkencës, pra brezet e arshëm do të kenë plot në studiu, plot me zbulu për të mirën e njerëzimit dhe për të mirën e shkencës në përgjithësi. Është një fushë tepër e bukur, e lodhshme normalisht, por gjërat e lodhshme ato që cilat janë më të kënaqësi në fund, të sjellin më atë grimsi, thënë në gjuhën italiane të cilat kënaqësin, sepse është e lodhshme dhe ke arrit, ja ke dal, këtë të thotë që vërtet ishte diçka sfiduese, si puna e malit kur e shef nga poshtë të duket i paarritshëm, por kur je në maje ke një pamje të mrekullueshme. Si nisi tek ju kjo fushë shkencore? Ju keni një formim mbreslënës. Në çdo etapë të zhvillimit të studimeve tuaja keni vlerësime maksimale. Bachelor dhe master i keni kryer në Itali. Sa stimuluese për ju, për ecjen tuaj, ka qenë pikërisht kjo periudhë? Unë besoj që ka qenë baza. Sidomos në Padova, të Italisë kur kam marrë bachelorin, aty kam kuptuar vërtet që unë dosha me hinë në fushën e neuroshkencave. Që si fëmijë i vogël kam pas 2 pasione dhe besoj që e kam arrit me ja realizu. Ka pëlqyer gjithmonë fusha e mjekësisë, fushat e kërkimeve shkencore dhe gjuhët e huaja, kultura e huaj. Pa kulturë të mëdha, sepse kur studion gjuhën, ke studiuar dhe kulturën, folklorin, traditat e një popullit. Dhe jam mundu mi kërshëtu këtë dyja bashkë. Dhe në Padova, kur kam shku nuk e kisha të idenë e qartë hala në cilin drejtim të shkencës do mesha, dhe aty rash kontakt me njerëzit e duhur, që hala sot mas shumë vitesh janë të gatshëm për me bashkëpunu. Sidomos me sa ide me kanë ftuar mirë në Padova dhe shumë shpejt do shkoj atje. Ju zgjodhet mjekësi? Jo, unë për arsye ekonomike kam zgjedhë fushën e biologjisë, aty kam studiu biologjinë sepse më pëlqen shumë edhe natyra, por pastaj kam marrë specializimin e neurobiologjisë. Aty jam në fushën e neurobiologjisë dhe atje një fjalë në Padova, sidomos në Padova, Universitetin në Padova, se aty kam kuptuar se vërtet duhet të vazhdoj në neuroshkencat. Dhe temën e diplomës të bachelorit e kam bërë mbi sistemin e nuhatjes. Me profesoresh Karla Moqinjat, që unë përzemësisht falenderoj, cila me ka drejtu, me ka ndihmu, jo vetëm atëherë, po hala në kontakt mbas pothuajse 17 vitesh që kam marrë. Studentët në Breslënës mbeten gjithmonë aty për profesorët. E kam këtë ndjesi me raste konkrete. Ju jeni ndër ato student që profesoreshës i keni mbetur jo thjesht në mendje, po në këto raste profesorët ju njehen si bashkëpunëtor, ju numëron si bashkëpunëtor. Nuk është kështu? E vërtetë është. Kënaqësia më e madhe në shoh vetë sot që kam studentët e mi, është kënaqësia më e madhe për një profesor kur shef studentët që ecin.
dhe që arrin diçka dhe që të nesërmen të banë koleg. Me keqardhje, nëse me lejoni të shtoj diçka, me keqardhje shoh një mos dëshirë, nëse do të thoshën këtë mënyrë, nga shumë pedagogë në Shqipëri, të cilët studentat nuk I vlerësojnë atë sa duhet. Përkundërzi, I trajtojnë në mënyrat jo më të sjellshme të mundura. Studentit, për mendimin tim personal, ashtu siç e bëjnë pakten, studenti është një koleg që në ditën e parë kur ai vjen kamen ose ai vjen kamen në shkollë. Dhe duhet të trajtohet si I tillë, me respekt dhe si koleg, sepse ato studenta nesër janë e ardhmja. Nëse ne përgatisim atë student, ne kena përgatitur të ardhmen. Po nëse ne trajtojmë të keq atë student, ne të trajtojmë keq vetveten rrallë parë. Kjo është mendimi im. Ndoshta veçuria juaj e tregon këtë, por pjesa e formimit në bachelor, siç duket ju ka dhënë një mbështetje të madhe për të vijuar rrugën në neurobiologji. Po, pastaj ishte në master. Në masterin që e bëna në Firenze të Italisë, aty kam bërë quhet biologjia e sjelljes, ishte një master I ri që hap, atëherë ishte një bashkëpunim midis neurobiologjisë dhe etologjisë. Po aty do të studiume shumë lamë që kishin bënë me sistemin nervor të neuroshkencave dhe etologji. Pra etologji është sjellja e njerëzve dhe e kafshëve. Dhe aty pastaj kam bërë temën e diplomes me profesoresh Benedetta Nakmias, që dhe është një nga profesoreshët e mia, hala jemi në kontakt me to, mbi sëmundjen e Alzheimerit. Aty kemi studiuar në sistemin nervor për pacientat me Alzheimer, gjenetikën e tyre, ku zbulum edhe një gen për atë kohë, bëhet fjalë vitet 2008, që ishte hera parë që u zbulu nga laboratori ku unë punosha, quhet geni sortilina 1, dhe ato pacientë, ato njerëz të cilët e kanë këtë gen, me sa duket janë më të predispozuar të jenë më të mbrojtur kundrejt Alzheimerit, sëmundjes të Alzheimerit. Dhe kjo ishte një kënaqësi vetvete, sepse në studenti masterit të arritëm me zbuluar diçka të tillë në një laborator të mirëfillt të neurogenetikës. Si u vlerësua ky kontribut shkencor juaj? Unë isha thjesht një student, por normalisht përdesa jam hala sot në kontakt me ato njerëz të laboratorit, dhe më thonë që e kanë vlerësuar mirë, besoj. Ndërkohë, hyri në konsideratën dhe në praktikën e terapisë pikërisht ky zbulim? Po. Edhe sot përdoret, sot e kësaj dite përdoret në Itali dhe në botë, sepse janë kërkime shkencore që janë të botuar në revista tepër prestigjioze. Dhe normalisht edhe të kesh fatin me punu me disa nga teknikat më të avancume për kohën, normalisht edhe kjo t'jep kënaqësi. Unë pata fatin isha studenti I parë që punote me një teknologji që sapo kishte ardhur në Itali. Dhe kjo ishte një kënaqësi. Si u besua juve? Pikërisht ju ishin një student I huaj. Dhe nuk e di se si u ndjejt kur profesorët tuaj ju besuan një ecuri të tillë. Është vërtet që në çdo vend të huaj normalisht shifesh pak me synin kritik, me synin dyshues, por një gjë kam vure. Meritokracia në Europë vlerësohet. Kur të shohin që je vërtet I aftë, të hapen rrugën. Edhe që ka bryla normalisht, por meritokracia vlerësohet shumë më tepër se sa fatkeqësisht në trevat tona. Normalisht që ditët e para pa atë trajnimin, përsa isha në ditën e dytë me ka besu laboratorin. Dhe në ditën e tretë më kam kanë komplet I pavarur. Në një aparatur që kushtonte miliona euro. Mbreslënca. Unë që vedin me fat, kam pas një profesoresh tepër të mirë. Po, siç duket I keni dhënë besim që vërtet ju është drejtuar me këtë punim shkencor. Por ju nuk u ndalët. Shumë mirë mund të qëndronit aty në këtë nivel. Përkundrazi zhvilluat një doktoratur. Dhe I kaluat kufirin e Italisë, doktoraturën e keni në Belgjik. Po, doktoratura është mbaruar në Universitetin Leuvenit, ajo më gjatë quhet Universiteti Katolik I Leuvenit. Dhe kam pas fatin të punoj me dy profesora, sepse në Belgjik kur jeni në doktoraturë ke dy profesorë që të ndjekun, profesori kryesor dhe profesori I dytë, që çdo gjë mund të ndodhi.
Edhe të duhet përshëndes sepse hala sot jam në kontakt me atë njerëz, profesoresh Nicole Benderot, që sot punon në Zvicër, në ETH në Zvicrës, dhe neurokirurgun me famë botërore, që është profesor doktor Bart Noten. Ka pas sfidat e veta, sepse është një fushë tepër e vështirë, edhe për atë moment kur ne kena hime punu në të doktoratur, edhe aty kena hap diçka të re. Të paktën unë kam zhvillu një studim të ri për herë të parë në botë në bashkëpunimin midis teknikave jo invazive dhe kavjeve, që deri në atë kohë ishin përdor vetëm në kavjet në gjendje të qetësie, pra të qetë, kur nuk kishin bërë një eksperiment, një që i thonë anglisht behavior task, pa një detyrë duke lëvizur, ne bëmë të kombinim përveç tek njerëzit kena bërë të kavjet. Ishte një zbulim i ri, diçka e re, ka pas sfidat e saja, e ndash gali 3 vite për me që nga zeroja, komplet nga hiqe që nuk ekzistote, dhe në pikën ku të funksionante. Paralelisht kena bërë studime edhe në njerëz, me moshat të reja, me moshat të thyme, po në këtë rast ka qenë studimi në fushën e iskemisë cerebrale, ose hishemisë, si e thyme në shqip paraliza. Dhe të ndihmosh të pacienta që të rekuperohen, pa që të rimarrin vetveten e tyre mbas një krize Ju zhvillonit edhe praktika dhe shikonit pikrisht këto studimin tuaj të reflektuar në pacient të ndryshëm në... Paralelisht. Pra ne bëme në fillim bëme disa eksperimente, sepse janë teknikat jo invazive të cilat quhen transcranial direct current stimulation, pra është një teknik që përdoret me korrent, të vendoset në sistemin nervor mbi pjesën që quhet primary motor cortex, në korteqen ku është lidhur me motor learning, pra me të mësuarit, dhe teknika tjetër quhet transcranial magnetic stimulation. Janë që përdoret më shumë midis korrentit dhe fushës magnetike, ku nxisin sistemin nervor, sinapset, këtë rast në mënyrë që ato të funksionojnë më gjatë. Është një lloj stimulimit që përdoret pikërisht për të lloj pacientë, sepse duke qenë që janë të paralizuar, pjesa gjysa e trupit e tyre, një pjesë e trupit është bllokuar, atëherë ne mundohemi që këtë t'i japim një nxitje, ajo që quhet anglisht boosting neuroplasticity. Në mënyrë që ato të rimësojnë edhe herë, lëvizjet më të thjeshta që për ne janë diçka rutinë që nuk e vëmë as re, për ato domethënë me mësuar herë nga fillimi. Çfarë keni ndjer nga rezultatet e studimit tuaj? Përveç kënaqësi të shihsh një pacient duke përmirësu, jep një kontribut për shkencën, normalisht që është një kënaqësi e veçantë për mua të paktën dhe për kolegët tonë, sepse të shihsh ato një pacient kur hyn në dhomë dhe të gjitha shpresat e tyre janë mbarë në dorën tonë, të jep nxitje përmes më tepër. Ju vetë si një ndjerë pikrisht në këto periudha, sepse kanë të bëjnë me probleme që lidhen me gjendje shumë herë kritike të njeriu, të shëndetit, të sistemit nervor, që është natyrisht sipas meje një mister më vërtetë, ndërkohë që vetë shkencëtari në këtë momente është njeri me impulset e veta, me ndjesitë e veta, me emocionet, me jetën e vet. Si ka shkuar pikërisht studimi dhe puna e vazhdueshme, por edhe ndjesitë vetjake tuaja? Është e vërtetë që shpesh herë punat e merr shumë kohë, por fati që jeton në një laborator ka të bukurinë e vet. Është e lodhshme, por është e bukur. Duhet të gërshetohen gjanat. Po nuk i gërshetohen në mënyrë pothuajse perfekte, diçka nuk funksionon pastaj. Është e lodhshme. Keni një planifikim të veçantë në punën tuaj? Duhet. Përndryshe nuk mund të ecësh përpara, sepse çdo gjë duhet të ketë një planifikim se si ka ato të paparashikueshmet, por duhet të jep gjithmonë hapësirë. Po nëse nuk e planifikon eksperimentin nga fillimi, nuk mund të fillosh. Pra duhet të ulemi, shumë njerëz ka pas raste kur me shohin ndoshta edhe mund në tavolinë duke thjesht duke ndenjur, dhe thonë po rrim kot. Jo, nuk është se po rrim kot. Ne po mendojmë fazat për një eksperiment, hapat që duhet të ndiqen. Pra,
Pra se të filloj një eksperiment, duhet të planifikosh çdo detaj në mendjen tënde, të kesh të qartë ku do shkosh. Më kujton një shprehje që thotë, nëse ne nuk e dim se ku jemi, nuk e dim se ku do të shkojmë më vonë. Pra duhet të jemi të qartë në mendjen tonë. Unë jam këtu dhe duhet të arrij këtë objektiv, duhet të arrij këtë qëllim, këtë pikësënim. Hapat të cilat janë, po si morre një nga një, me qartësinë e duhur, qoftë në punë, po në jetën personale që duhet ta përshëtosh. E vërtet. Atëherë mund t'i arrish. Përndrysh nëse lën kështu, okay, po zgjohem nesër mëngjes dhe çat dalin, aty është problemi. Nuk ja del. Pra duhet çdo gjë me kene shkruajtur mirë, detajuar me lënë dhe hapësinën për ndryshime dhe megjithëse me keni hapun për me pranu të rinë. Vlerësimi ka qenë maksimal në doktoraturë. Po, vlerësimi ka qenë maksimal në doktoraturë dhe një fat për mua që kam pas këto 2 profesorë të nderuar që më kanë drejtuar për 5 vite, sepse përveç doktoraturës mund më ofruan edhe një kontratë si kërkues shkencor në universitet për një kohë ku ndejta, punume, mbarume eksperimentin, kishim ide tjera që halaset janë mendjen teme, të cilat duhet një nga këto ishte vetë çmimi që u fitu. Po aty është në çdo ditë fjalë të jep mundësinë. Pra, vlerësimi ka qenë i atill saqë pedagogët tuaj, profesorët tuaj ju kanë ofruar mundësinë e punës krahas tyre. Po, të vërtetë. Sa kohë keni punuar me ta? Mbas të marrë doktoraturën, kam punuar për një periudhë gati 2 vjeçare me to, pastaj Por ju nuk u ndalët. Sepse kështu është rruga e shkencës, por çdo rrugë profesionale që bëhet me pasion, me dëshirë, me vullnet, me kontribute, me sfida, patjetër. Ju realizuat një postdoktoraturë. Tashmë e ka përcyer kontinentin evropian dhe Amerika, New Yorku, një nga universitetet e përmendura atje, ju hapi derën. Po, ishte pata fatin që Universiteti Weill Cornell, medicinë, një universitet më prestigjioze në botë për fushën e mjekësisë, me pranun, për është instituti që quhet Berkeley Neurological Institute, që është pjesë e Weill Cornell, gjithmonë të punoshim me teknikat jo invazive, por këtë rast do të ushtoshin 2 gjëra shumë të reja. Mund të them tepër inovative edhe për Amerikën atë kohë. Fatkeqësia, pandemia që bllokoi disa probleme, disa aspekte, por rrisim para, thjesht që është e kohet. Aty do punoshim mbi gjithmonë pacientët me iskemi cerebrale, por do punoshim edhe me cerebral palsy dhe autism dhe fëmijët që kishin probleme të tilla. Me aty bile është kënaqësia më e madhe kur shikon ato fëmijë që janë 10 vjeç, 15 vjeç, 12 vjeç, fatkeqësisht për to me këto probleme, po ti ndihmosh, ti ka përcejnë, aty të jep një kënaqësi. Mund të ka përcejnë? Sipas studimeve? Varet në shkallën e dëmtimit që kanë këto fëmijë, po kemi pa shumë rezultate, sepse fëmijët këtë rast janë hala në fazën e rritjes, kanë mundësinë e kapjes së shpejtë, pra truri i tyre është plastik, mund ta quajmë, atë si e quajmë ne në fushën tonë, është neuroplasticiteti i sistemit nervor që arrin me i kap shumë shpejt. Dhe këto teknika që në këtë rast përveç teknikave që përmenda pak më përpara, do përdorshin edhe robotik. Quhet një teknik in motion robotic technology që përdoret vetëm për gjymtyrët e sipërme, në këtë rast për pacientat. Dhe do të ishte edhe një kombinim tjetër me një nga barnat, nga ilaçet që do merrte pacienti dhe do u jepte një stimulim nga 2 anë, nga ana e brendshme, nga ana biomolekulare dhe nga sistemi i jashtëm i neurostimulimit të përdor teknikat jo invazive. Ishte sfidues për ju ky propozim për të punuar në këtë fushë? Tepër, por sfidat mu më pëlqejnë dhe një sfidë e tillë të punosh në një nga laboratoret më prestigjioze të botës me profesor tepër të nderuar, që në këtë rast është profesor doktor Rajiv Ratan, Tomoko Kitago, John Walpao, janë emra me famë botnore, kanë marrë çmime pafund dhe të punosh për krah tyne dhe të trajtojnë si koleg, si një person të marrin dhe mendimin tënd, kjo të nxit edhe më tepër me punu çdo ditë. Dhe siç e thash, kur shef këto fëmijë që ecin, me ato problemet e ecin para, kanë dëshirën me
më përmirësu dhe t'je shef përmirësimit e këto pacienta të nxiten edhe më shumë të nesën, si të ndihmoj më shumë, si të ecim më përpara, është një sfidë për mu të paktën. Në çfarë stadi shkuan kërkimet tuaja? Në Amerikë, fatkeqësisht vetëm 2 vite pata mundësi me ndejt, edhe pse më ofruan me ndejt edhe më gjatë, por pastaj puna pandemisë në ktheva më shumë pratet e familjes, sepse mosha prindit normalisht kanë kohën e vet. Aty ecme, arritme me vu eksperimentin në fazat e para, sepse ishte diçka e re që do u bate, por për shkak të pandemisë për momentin është i bllokuar, ndoshta shumë shpejt do të shkojmë edhe herë të hapim, të rifillojmë, sepse është një projekt që... Ju keni dhënë edhe mësim, apo jo? Po. Jeni dhe lektor në këtë universitet? Kam dhënë mësim edhe në 2 universitete në Amerikë, përveç në institutin Berkeley Neurological Institute, edhe në Hunter College, që është një në universitetet shtetërore më me famë në të gjithë Amerikën, jo vetëm në New York. Aty kam dhënë tek departamenti psikologjisë, lamën e neuroetologjisë. Pra të jepsh mësim edhe në New York ishte një sfidë, sepse një muaj mbas unë shkova atje, fillon me një herë mësim në 2 universitete me kërkime shkencore. Dhe prandaj kthehemi edhe tek ajo pika që thash pak më përpara. Nëse nuk e planifikon çdo sekond të ditës, çdo moment, është e vështirë të kombinosh. Plus atje distancat janë të gjata, nuk ka si me nga në Shkodër apo në Tiranë që për 10 minuta me biçikletë arrim çdo kund. Atje po të fjalë minimumi 40-50 minuta ose 1 orë me makinë derisa të shkosh tek. Si cilësoni këtë periudhë të punës suaj, kërkimit tuaj në neuroshkencë? Për mua është koha më e bukur, koha e artë mund ta quaj, sepse Ju kanë ofruar që të qëndroni atje me një kontratë në katedrën ku ju keni bashkëpunuar? Po, me kanë ofruar, është e vërtet kjo, me kanë ofruar, e për fakt të pandemisë u ndryshu pak projekti. Mu nuk më interesote të ndryshosha projektin, po mi gjitha, sepse aty po të risha aty pastaj do të pandemia ditë që do të ishte një periudhë e shkurtë, unë më shumë më ktheva pratet të premte, sepse mosha ka nevojë, besoj që të paktën kalim da kohë me të ishte kënaqësi për mua. Pastaj në të ardhmen shohim çfarë do bëjmë pra. Atje është Amerika, atje është Europa. Halasët, si thash, këtë ditë që po flas në momente mbrëmje më kanë ardhur 2-3 oferta për më shumë e bë disa specializime të ndryshme, afat shkurta, afat gjata, shohim si të shojmë, por për momentin mendoj se çdo gjë ka kohën e vet. Tash shkoj me ndaj herë për herë, në pak në shtëpi me prind, do të shohim pastaj. Profesor, më emociononi në çdo hap tuaj. Nuk mund ta fsheh këtë, pavarësisht se duhet të jem shumë e ftoftë në gjykimin tim apo në bisedën që ne zhvillojmë. Por të gjitha këto ju nuk I lini si një kohë e shkuar, 2 vite, 3 vite, ose nuk e di se sa, por vazhdoni kërkimet dhe pikërisht artikujt tuaj shkencor, punimet dhe kërkimet tuaja botohen në revistat më prestigjioze shkencore. Po, fatmirësisht. I ruani këto marrëdhënie të herpashershme. Besoj që është e rëndësishme të ruan marrëdhëniet me profesorë, sepse unë përsëris mos kishin qenë gjithë të profesorë që më kanë ndjek në bachelor, master, doktoraturë, postdoktoraturë, po dhe specializime të ndryshme që kanë bërë nëpër botë, ose do isha sot këtu ku jam. Vërtet që duhet vullneti, por duhet edhe personi me të drejtuar. Dhe po unë ruaj kontaktet me këto me shumë kënaqësi. Me çfarë revistash dhe botime shkencore keni lidhje dhe kontributa? Ajo varet me fjalë tek punimet që kemi bërë. Punimet që janë bërë në Europë janë botuar në revistat më shumë në Plus One, Neurobiology, të që kena punuar në Amerikë janë në Cell Neurobiology, janë fusha që janë revistat të cilat janë prestigjioze në fushën e vet. Kërkojnë laboratore të mirëfillta, kërkojnë punime të mirëfillta, kërkojnë ide të reja, sepse kjo është ajo që kërkohet, diçka e re, diçka inovative, si e quajmë në gjuhën shkencore ndoshta. Por kërkohet edhe shumë punë, sepse për me shkruajtur një artikull duhet çdo germ mos të jenë plagjatur. Çdo presje, çdo pikë që në Shqipëri fatkeqësisht fjala plagjatur e hasim shumë shpesh. Atje duhet të jenë çdo gjë e jotja.
Dhe nëse citon një person, duhet ta shkruash ku e ke marrë. Edhe 2 fjalë me kanë 2 gjerma duhet të citohen dhe të shpjegohen pse e ke përdorë. Normalisht që bashkëpunimet janë shumë të rëndësishme. Do në proces kanë pas fatin të punojnë me çmime Nobel, njerëz që kanë marrë fushën e tyre janë njerëz me famë botërore. Dhe këto me kanë rritë. Ta sfida mëson shumë nga ato njerëz, megjithatë mëson nga thjeshtësia e tyre, nga dëshira e tyre për me të transmetu dashurinë për shkencën. Kam pikrisht këtë ndjesi edhe nga njohuritë që ndoshta edhe të përcipta mund të kem në këtë fusha, por thjeshtësia është ajo virtyt, aset i njerëzve të mëdhenj. Dhe ju po e shprehni këtë nëpërmjet intervistës. Në fakt, mu se besoj se e keni mbyllur qoftë edhe përkohësisht vështrimin tuaj në neuroshkencë. Përkundrazi, megjithëse keni ardhur në Shqipëri. Por ajo që menjëherë më vjen në mendje për t'ju pyetur, mbi ç'baza laboratorike e zhvilloni aktivitetin tuaj? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Fatkeqësisht në Shqipëri laboratoret janë në nivel tepër rudimental, tepër minimal, dhe kjo ishte një nga arsyet pse në UET më ofruan vendin sepse kanë dëshirë që të arriten në laborator, pa të ndërtojnë një laborator. Shpresojmë të dalim, duan fondet të mëdha për me ngrit një laborator të cilësive ashtu siç duhet, pra europiane. Këtu ma shumë ka shumë probleme. Fatkeqësisht në këtë fushë praktike unë jam të munduar më shumë me pas kontakte me, sepse ka 2 lloj kërkime shkencore që quhet preclinical dhe clinical. Unë këtë rast jam e përqendruar atje për te klinikat që kanë bëjë me njerëzit, me pacientat dhe do merren më shumë me anën statistikore, epidemiologjike për momentin, ndërsa vinë koha dhe njëherë më kthyn në laboratoret. E vërtet, por në një arsyetim krejt të sipërfaqshëm, natyrisht që bota shkencore është e interesuar, shteti sa duhet të jetë i interesuar? Këtë, siç e përmenda pak më përpara, këtu duhet me kënë shteti ai cili duhet me vudorë, sepse unë shoh Shqipërinë, paktën dëgjoj politikanë që flasin Ballkani i hapur, Bashkimi Evropian, po çane nuk është vetëm ajo që na ofron Bashkimi Evropian ne për Ballkani i hapur ne, çfarë ofrojmë edhe ne Bashkimit Evropian dhe Ballkanit të hapur. Nëse ne do hedhim syt thjesht të komshit që kena ne, të kushit tonë, të fillu nga Serbia, nga Malizi, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Bosnia, ato kanë laboratorë të mirëfjellta. Bile nëse vi do shkoj shumë shpejt, shumë punë javësh në një laborator, ku do të kemi një bashkëpunim, shpresoj, po ne që ofrojmë. Pyetja parë që më thonë, laboratorin që ju e keni që ofroni. Atë këta shteti duhet patjetër, dhe i bëj thirrje në këtë rast, të fillu nga kryetari i Bashkisë të Shkodrës që është një mjek dhe e din se çfarë është kërkimi shkencor, deri tek personat në politikën më të lartë, pra ministra, kryeministër, të japin një dorë të fuqishme kërkimeve shkencore dhe laboratorëve, nëse ne dona me hi me dinjitet në këto 2 fusha, pa në fushën e Bashkimit Evropian dhe në Ballkanin Perëndimor, apo Open Balkan siç e quajmë këto. Ju jeni lektor në Universitetin Evropian të Tiranës, por edhe drejtues i kërkimit shkencor në qendrën Shëndetit Publik. Çfarë motivesh dhe frymëzimi ju jep puna aty? Po, për mua kënaqësia shumë e madhe të punoj me studentat, sepse edhe pse Shqipëni fatkeqësisht sistemi arsimor nuk është në ato nivelet e kënaqshme të cilat duhen. Unë kam pas fatin me mësim edhe në Belgjik si student i doktoraturës dhe në Amerikë si pedagog i mirëfillt, por në Shqipëri studentët shqiptarë nuk kanë asgjë nga ana e inteligjencës studentëve të evropian. Këtu mungon vetëm sistemi në mënyrë sistematike, pra ndryshon pak ajo mentaliteti. Unë kam pas studentë në Tiranë që janë shumë të sytë, shumë të përgatitur. Bile disa nga këto kanë arrit shumë dhe sot janë të bërë doktoraturet në vendet
më prestigjioze, studime që unë i kam përgatitur dhe më jep kënaqësinë tepër të madhe të shkoj të studentë të cilat dolën nga banka shqiptare dhe janë sot të bë doktoraturët në universitete tepër prestigjioze të Europës. Pra ne nuk kemi asgjë mangut. Thjesht mungon infrastruktura dhe të rikthejmë edhe herësimin si ka qenë, apo siç duhet të jetë në nivelin evropian. Mu më jep kënaqësi të veçantë ja mësim, sepse i shoh sot të studentë që kanë dëshirë, një pjesë e madhe e tyre kanë dëshirë me mësu. Dhe ti nxisësh unë i trajtoj si shok, si koleg, si miq, sepse ashtu duhet të trajtosh një student. Ky është mendimi im pak të. Natyrisht të qëndrosh pikërisht në këtë ecuri nuk ka se si të mos nxitesh nga shumë stade ku ju keni kaluar, mbase edhe për studentët të jeni një pikë referimi. Fatmirësisht besoj po, sepse unë kam një marrëdhënie tepër të mirë me studentët. Më kontaktojnë, i ndihmoj kur me sa kam mundësi, i nxis, shumë bile i nxis, që ato të ecin para, të mësojnë, jo vetëm se nuk është rëndësishme vetëm të mësosh, rëndësishme atë të kuptosh çka kërkon dhe të aplikosh atë në jetën e përditshme. Unë i nxis shumë të studentë, jam me fat që i vedin me fat që shumë student me kontaktojnë, me shkruajnë, dal me to, kena shkuar në udhëtime, është kënaqësi për mua. Në fillim të bisedës ju thatë që çmimi është një çmim tepër i veçantë që vlerëson kërkimin shkencor, hapësirat që jep pikërisht në rastin tuaj neuroshkenca, por edhe vlerësimi për të rinjt që dëshirojnë të kontribuojnë në vendin e tyre. Besoj se ju jeni një shembull, pikë referimi përsëri. Shpresoj që po, unë kam dëshirë shumë që të jap kontributin tim në Shqipëri. Shpresoj të gjejmë hapësinë e duhur dhe shpresoj që shteti ta kuptojnë vlerën e këtyre ideve të reja. Jo vetëm idesë teme, jam një, ka plot të ri dhe të reja shqiptarë që kanë studiuar në botë, që studiojnë, kanë arrit nivelet maksimale dhe shteti duhet t'i kthejnë në Shqipëri. Po marr 2-3 raste të shteteve të vogla, nga ana gjeografike kam fjalën, marrëm rastin e Belgjikës. Ka 2000 km2 më shumë se sa Shqipëria. Ka popullat 4 fish më shumë se sa Shqipëria, po burimet e saj gjeografike, pra burimet toksore janë shumë më të varfra se sa Shqipëria. Ku ka investuar shteti? Ka investuar në kërkimin shkencor. Në çdo fushë. Qoftë mjekësisë, qoftë IT-s, qoftë artit, kulturës, çdo fushë. Dhe aty shkojnë shkencëtarë nga gjithë bota. Të marrim rastin e Izraelit, Luksemburgut, Zvicrës, Singaporit. Janë shtete që kanë menduar vizionare, që kanë menduar për afatgjatë. Jo vetëm që të mos i largojnë të ri të tyre, por të sjellin të ri tjerë, pa të sjellin trurin nga jashtë në vendin e tyre. Pyetja lind, çka ka Shqipëria që i mungon? Asgjë. Përkundazi, ne kemi shumë më tepër me ofruar se sa vendet e tilla që sapo i përmenda. Të shkojmë në Belgjik, është ftohtë, shi, gjatë dimrit, vështirë. Ne kemi këtë diellin, detin, malin, liçene. Sidomos Shkodra herë, ka tana. Kur i thosha shoqënisë time që çohem mjes, mund të marrësh për gjysore të gjamesh në det, lahesh, rrin tan ditën, kthehesh në liçen, han një drekë ose një darkë të mrekullueshme. Pra se është shplash edhe ndri vilës. Dhe merr makinë për maksimumi 1 orë, flen në Alpe, thoshin është e pamundur. Dhe kur erdhen e pan me sytë vet, fjala pa që më kanë thënë, ç'a don ti në Europë, se s'rrin këtu. Nga kënaqësia që kishin nga ky vend. Po, kjo është që bëjmë, ç'a duam ne në Europë. Pse shteti jon nuk na ofron ne këto kushte që këtë vend ta bëjmë Europë, pa pas nevojë që ne më shkojmë në Europë. Pyetje dhe përgjigje e shumë dilemave, shumë aktuale sot. Ju falenderoj shumë. Por ju jeni edhe një pikë referimi në aspektin njerëzor. Përmendet familjen, që është vatra më ngrohtë, dera e hapur e çdo njeriu. Edhe ju nuk e them sakrifikoni, po e vlerësoni një masë tepër të veçantë
prindrit tuaj, të nderuar, intelektual, por që siç duket ajo ndjeshmëria, më nuk e di se si mund të quhet në shkencë, por që shpesh herë jep sinjale shumë të forta njerëzore, apo jo? Unë besoj që çdo gjë fillon nga familja. Qoftë me fe, qoftë me shkencë, qoftë me kulturë, çdo gjë fillon aty. Dhe po, është e vërtetë. Familja është ajo që më ka përgatit me ardhur këtu ku jam sot. Hapat e parë, mbështetjen për krahjen. Normalisht që besoj që është ajo, si thënë në anglisht, payback. Pra, sot është për ne, nesër është për ju. Duhet të kthesh diçka më mbrapsht. Dhe besoj që të paktën tek unë personalisht, të kthesh në familje, të kthesh në Shkodër, karikon ato baterit dhe fillon edhe herët karrierën ose rrugën ku ke qejf me shku. Por besoj që rrajt e Shkodrës janë ato që më tërheqën shumë. Kjo është ndjeshmëria, por jo vetëm. Një vatër e madhe shpirti që ka aty anën shumë të fuqishme njerëzore, por që gjithmonë lë në një kontakt të vazhdueshëm punën, jetën, vështrimin e sotëm dhe perspektiv, lidhjet tuaja të cilat janë të vazhdueshme, punën tuaj kërkimore, shkencore, motivimin e bukur për çdo gjë që të ofron ajo që ke dhe mendon për atë që ndron dhe është më mirë. Ndoshta kështu do ta përmblidhja, përkufizoja pikrisht këtë ecuri në këtë stat që ju jeni. Një projekt tjetër që ju keni ose që e keni paralel dhe që e ringjallni, e rijetësoni vazhdimisht në ato stade që kërkojnë rritjen e tyre. Ka projektet janë, besoj që çdo ditë që ne kalojmë mësojmë. Michelangelo thotë në moshën 84 vjeçare, unë akoma po mësoj. E vërtet. Nëse ne do themi me arrogancë që unë di çdo gjë, është hapi i parë i shkatërimit të një personi. Kjo është mendimi im. Projektet janë të shumta në mendjen time. Përveç shkencës, unë kam shumë pasione nga jeta. Më pëlqen arti, më pëlqen literatura. Janë të përgatitur. Nuk ju pyeta për këtë, po? Çfarë po përgatisni? Diçka tjetër që është paralelisht me shkencën në fushën e letërsisë, por projektet janë edhe në fushën e gjenetikës. Si ju parë pranoj edhe pak gjenetikën, është një projekt tjetër që kam në mendjen time që përsëri duhet të jetë shteti shqiptar që duhet sepse kjo është pikërisht për treva shqiptare, që ta financoj dhe përveç që diçka për popullin shqiptar, për kombin shqiptar. Nuk zbuloni më shumë. Nuk mundem të zbuloj më shumë për shkak sepse është shumë herët. Por kjo është diçka që hap përveç vendeve punës, tregon edhe identitetin tonë si komp. Kjo është një projekt që ka vite që jam duke mendu, shpresoj që gjej përkrahjen me njerëzit e duhur. Unë, po jo vetëm unë, jam gjithë sy e vesh në ecurin tuaj, aktuale dhe perspektive, doktor Roy. Në fakt, gjithë kjo bisedë ishte shumë e veçantë për mua sot në studio. Një shkencëtar me ecurin e tij të mrekullueshme, por dhe me modestinë e tij mbreslënse, ishte pikërisht këtu pranë dëgjuesve, atyre që na ndjekin, kudo që të jenë. Ndaj ju përgëzoj pafund për ardhjen në studio, por edhe për ato mesazhe që ju përcollët përgjatë gjithë bisedës suaj. Faleminderit shumë juve. Unë ndihem i nderuar që jam në studion e juaj. Faleminderit shumë dhe ju uroj mbarësi, ecuri të mbar, duke menduar se kam biseduar me një shkencëtar, por edhe me një njeri fisnik. Faleminderit shumë. Ashtu siç ne e kuptojmë në Shkodër. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ecuri. Shumë të mbar. Faleminderit, suksese. Faleminderit shumë.